Atëherë ka ardhur koha që si gra të balancojmë energjinë tonë femërore. Çdo njeri ka dy energji që ekzistojnë, mashkulloren dhe femëroren. Ne lindim me një energji të caktuar më dominuese patjetër, edhe si gra, kështu që është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që ekzistojnë të dyja. Dhe në fakt shoqëria jon ka bërë një punë të mirë që ne të na mbajë në energjinë tonë mashkullore, sepse gratë gjithmonë duhet të luftonin, duhet të luftojnë akoma. Gratë gjithmonë duhet që të kujdesen për çdo gjë, gratë duhet të jenë të forta, gratë kanë shumë trauma që kanë kaluar nga historia, por dhe nga dinamikat familjare, kështu që duke kuptuar që në fakt edhe energjia e universit tashmë favorizon energjinë femërore dhe në fakt edhe nga populli jon shqiptar ne kemi dëgjuar shumë këngë ose edhe këngë, por edhe shumë fjalë të urta popullore që fuqia e femrës ose fuqia e energjisë femërore në fakt është më e mençura, sepse gruaja ose femra krijon jetë dhe ajo është baza e çdo gjëje që ne kemi në shoqëri. Aty ku fillon jeta, aty ka diçka që mund të ndërtohet. Kështu që duke kuptuar si të balancojmë të dyja energjitë, edhe mashkullore normalisht do na duhet, por edhe femëroren, atëherë jeni dhe më të fuqishme, por jeni dhe në elementin tuaj femëror që në fakt ka shumë rëndësi. Dhe kur vjen puna për dinamika në marrëdhënie romantike, energjia femërore patjetër ndihmon shumë, sepse nga gjinia dhe biologjia ne jemi të ndarë si burr edhe si grua. Kështu që duke le të themi e nderuar energjinë tuaj femërore, i bëni mirë dhe marrëdhënies tuaj romantike. Më ndiqni për më shumë, do shihemi në videon e radhës.